Si që shikoni pra Sami Gjoka është nguju në dhamë që kur në shtëpi, që kur është këthy nga Shqipëria dhe ka këthy këtë shtëpinë ku jeton në një si thonë vend pune ku punon ditë natë me ca kode aplikime që ja ku në rridhe poeti Mer Nurka i 10.000 libër që më shlall kur po punoj këtu çdo ditë me atë që sipas mendimit tim ka qenë mësë gjoja e përhershme, qëndrore tek unë. Vëllezër e motra. Kur unë erdha në Amerikë në vitin 1990, i bona një premtim vetes time që do ta boje këtë vend, këtë popull, këtë komp, që një ditë punonte për Sami Gjokën. Pra, ky që betimi që unë i bona vetes time atëherë, që do ta bëj Amerikën, që të punoj për mua, kudo që t'jetë. Çdo njëri bën premtime vetes, edhe i man ose i hum ato, për arsye se jo çdo gjë është në dorën tonë. Jeta sjell të papritme, ka ato ulje ngritët e veta, edhe duhet një kohë e gjatë, mundimi, lodhje, përpjekjesh, këmbgulje, që të arrish ata që i ke vonë synim vetës, edhe sikur gjitha ti t'i bësh. Natyra, koha, jeta është e pamëshirshme me ty shpesh herë. Është si ta zema i fshatari që mbjell parcelën me grorë. I ka bot gjitha shërbimet. Ka punu gjithë që nga vjeshta kur millet, kur plugohet toka. I ka bota kanalizimet, i ka bota gjitha shërbimet, herbicitët e çka duhet, e deri kur vjen korja. Malli dhe edhe korjen, por bjen një shi mall. 3-4 javë shi, edhe gjithë mundi shkoj kat. Pra jeta është e çuditshme, vëllezër e motra. Por unë mendoj që arrita me shumë këmbgulje që të veja në zbatim ato që kisha bë si premtim vetësime. Në vitin 2004, 2005, 2006, 2007, unë ngritën një kompani të madhe, real estate, që u shpërndasi stuhi në 3 shtetet qendrore të Amerikës, në Washington DC, kryeqyteti i Amerikës, Virginia dhe Maryland. Edhe agentët, këto realtorët, filluan edhe t'i bashkohen kompanisime duke fillu që nga Richmondi, kryeqyteti i Virginias, që është sa kilometra larg në jug, e deri në Perryville, afër Delaware, në veri të Marylandit, ku bashkohet me Pennsylvania, edhe u bashkuan që nga Annapolis, në Maryland, në lindje, e deri në Front Royal, në Virginia në perëndim. Pra patën një zonë sa gjithë shtetet e Ballkanit, që po punonin njerëzit edhe affiliate, i bashkoheshin kompanisime. Edhe çdo njeri ka një synim në vetvete, gjithmonë pse po bën diçka. Unë maj mend në veten time që sa herë hapje në zyrë,
sa hapë zyrë në për të 3 shtetet, po sa hapë. Sa herë hapje në zyrë, sa herë ku do që shkoje në çdo rrugë atëherë, ku do që këta agjendet e mi për shembull, vinin të shpit në përshqitje, tokat në shqitje, zyre në shqitje, e vinin atë të proplocate, përshqitje, atë parullën e proplocate. Kjo është ajo. E pas nga vete ime. Proplocate. Këto vinin ato ku do në përshqitje, ku do, edhe po përhapësh kjo, emri i kompanisë ku do, edhe unë çdo njeri kur bën diçka, mundohet të impresionoj dika. Unë maj mend që në vetën tim atëherë, kisha mend babën tim, Lali thonim ne. Sa herë shifje në tabelë rrugës, që ishte me emrin e kompanisë ime në çdo shtet, këto 3 shtete që ju përmenda. Sa herë pra hapjen e zyrë, bonin në i përmbarim, unë mendoja atin tim, mendoja babën tim, se edhe mundohesha të futëm pra në lëkurën e ti, ta shifja me sytë të ti se si, do të knaqja, ndoshta, mendoj, se njeriu nuk e din pse, unë gjithmonë kam mendu që Hasan Gjoka, baba im, kur nuk arriti ato që kishte potencial të arrinte. Si shte njëri që mendon për prindrit e vetë, për gjakun e vetë, unë kam mendu të shumë lartë. Edhe kam mendu që ka qenë gjithmonë i rrëthum popull i mirë, po me një botë ignorante rreth rrotull, që kur nuk e vlerësoi, që kur nuk e përfilli, nuk ja njohu potencialin që kishte. Bile më kujtohet një mik imi që punon të atëherë në zërën e Amerikës, më thot që ambasadori parë Amerikan në Shqipëri, William Ryerson, i kishte thonë që Hasan Gjoka, për babën tim, se ka taku disa herë, nuk pati lindë për atë vend. Por edhe si kur në Amerikë të vjerë, që erdhi më pas, nuk do të gjej vetën. Njerëz të tillë thoshte përkasin vend tjetër, nuk arrin. Por si të qofte, unë kam mendu që ato që ai nuk arriti, doja t'i arri unë për ata, edhe t'ja jepi atë përmbushjen, pra doja t'ja jepi atë përmbushjen sa ishte gjallë, që prapa i arriti gjaku e tij, edhe kisha një lloj kënaqësie, kisha një motiv për çdo gjë që boja, sa herë kisha takime me këto bankët për bashkëpunime, me këto title companies për bashkëpunime, sa herë me marrë njerëz në punë, pra motivi prapa që më shtynte ishte reagimi i babës sim. Përmbushja e saj pra që ai mund të kishte pas bosh në jetë, mendoja unë. Edhe kisha pra energji, kisha forcë, kisha dëshirë, kisha motive që më shtynin. Edhe arrita të vej në zbatim atë premtimin, por shihja që ai premtim që i kisha bë vetës, ta bëj Amerikën të punoj për mua, duke shërbyer Amerikës, po bëhesh realitet. Miqë dhe shokë që unë pa të taku, edhe krijova kontakte, sidomos pas arratisjes, por që ishin vend pranë Shqipëri, edhe arrinin detyra të poste, zgjedhje shtetërore që boshin deputete, ministra, ishin në një farë mënyrë një lloj rivaliteti i fshet brenda meje që doja jo të arri, po dalë mbi ta. Kur i mat Hasan Gjoka iku nga jeta, ky motiv
o zbe. Nuk isha më se për ka doja të arrija diçka më shumë, kuj doja t'i boja për shtypje kë doja të knaqja, nuk e kisha më këta. Ishte shemba i guri qëndror i themelit, kishte rast skela, nuk shife as dëshirë me shku lart asgjë. Edhe pastaj erdhen ai shiu i madh, thashën që vjen ai shiu i madh i rëbeshi, kur ke punu gjithë jetën atje në fshat, në Balt, për atë parcel gruri, i ke bot gjithë shërbimet, e ke bot gati, vetëm për të shi, ke jetë këtë qupë, mullar, lam gruri, që ishin, ju se dini që ka kanë qenë shumisa që gjoni. Edhe ardhë rëbeshi madhë. Amerika, në 97-ën, pati një tërmet që shkatroj çdo gjë ekonomike të asaj kohe. Bankët falimentun, sa kredi të real estate që ishte një nga industrit më të mëdha në vend. Falimentun, nuk pagueshin çmimet e shtëpive nga $1 milion, erdhën e zbritën ke $200,000, nga $500,000, ke $30,000 shitesh një shtëpi. Unë pata atëherë rreth 20 e ca shtëpi, vetëm në qytetin e Baltimorit, që i kisha blej kaq. Përveç kësaj, agjendet fillun edhe të mos e aktivizonin këto licencët, për arsye se nuk ishte më treg, nuk ishte më klient që blenin. Më ndodhi divorci. Gjithë këto bon që gjithçka unë kisha bo të merë të fund, të merë të të pjetën. Edhe kur marrove luftën e divorcit, se nga njëherë divorcet, sidomos kur mendon që ke prona, ke kompani, janë jashtëzakonisht vështira, janë jashtëzakonisht me luftë, të konsumojnë komplet. Atëhere kur marrova këta mos 2-3 vjetëve, edhen problemet tjera, akoma më të mëdhaje që si kisha mësu kur, menu kur një jetë. Fëmijët e mi eran viktim të drogës, që më rënoj më komplet, isha ditë natë mos djalit malë, nuk flija kur që. Njëherë nuk maj mend që të kem fjetë si njëri në shtratë. Gjithmonë 10 minuta ullë në divan, 5 minuta në makinë kur e prisja, diku në për rrugë ose kur e kërkoj edhe se gjeja. Edhe peripetësit të merët që unë kalova nuk ishin, edhe nuk mund të kenë kur fjalë të tërgoj, të përshkruaj se unë jam aq i varfër. Edhe në vetvete të ashti isha unë që së rrita asgjë nga ato që kisha bo mend. Ai premtimi që i kisha bo vetës kur kam ardhë dhe kam shkel këtë tokë që do ta bëj një ditë Amerikën, të punoj për mu, ishte një lajthitje skalumës, edhe pse e pa të dëshmu që mund të boje këta për disa vite. Pastaj kthehet njeriu, edhe mendoja që do të realizoja diçka në vend. Atje ku kam pas dhimbjen më të madhe, ndarjen e kombit shqiptar në sa shtete, kam mendu gjithmonë se do t'jem gjendje të hy një ditë në parlamentin shqiptar, si njësoj vetëm, kundërshtari gjithë këtyre politikanëve që janë atje, se kushdo që është në parlament, ato që udhëheqin kanë qenë gjithmonë vegla të serbëve ose grekëve, kur të interesave shqiptare, kurse ato të tjerë që janë në ta, janë gjithmonë viktima, shpirt burgosur, që bëjnë vetëm që thotë prori, që kanë bëvete ai bosi i partisë
që ta mbështesin dhe përfaqësojnë. Edhe bile edhe këtë kohë që sa kaloi para një 6-7 muajve, unë shkova dhe të hedh kandidaturën për kandidati pavarur. Arsyeja ishte se djali im I vogël, si e thonë knock the wood, është ndryshe tashti, po bëhet zoti vetës. Kurse djali I madh, që unë nuk mund të ruaj dhe të shpëtoj, ishte në rehabilitim, ka qenë ndoshta viti I vetëm që unë kishe pak kohë për veten time, edhe ndoshta t'i kthehem edhe një herë atyre objektiveve që I kisha vënë vetes kur kam qenë I ri, shumë I ri. Edhe shkova deshe të hedh kandidaturën, por mora vesh që një fshatarja ime, e lindur dhe martuar në zonën time, një zonë një ndërume, Koni e Luku, ishte zgjedh si një nga kandidatet e mundshme të zonës sonë për Partinë Demokratike dhe nuk mund të boje këtë në asnjë mënyrë. Edhe diskutova me Nurkën, me Merin, se si që shikoni ju Merin, unë nuk e kam vetëm shok, por e kam edhe poetin e vetëm që së ndaj nga herë nga vetja. Ja, edhe këtu kur punoj ditë natë, ja kurrin libri Nurkës të tavolina, edhe shkretoj. Edhe bisetu me Merin si do veprojmë edhe kam një arsye pse të rregoj këtë. Edhe mendum që përderisa një nga fshati im për cilën kam respekt ka hedh kandidaturën, si kandidatë pavarur të gjenim në qoftë se do të hidhim kandidaturën një tjetër qark. Edhe mendum kavajen ku unë kisha punu dikur para se të arëtisëm, mendum Korçën e Merit ku unë shkoj vazhdimisht prej Voskopojës, sa herë vi në Shqipëri, edhe Tiranën duke mendu se ne kemi qenë dikur, deri diku, njerëz të ardhit, penës e kam fjallën, edhe si bëqim gazetaresh, ndoshta mund të bonin punë nëpër media. Ashtu erdhen ato, se janë ato prapaskenat të dy partive që kandidatët e pavarur ja kishin mbyll derën këto, edhe erdha. Kur erdha këtu, një ditë në pushimet e mia kështu, nga puna që përbëj, se përbëj një punë, mendoj jashtëzakonisht madhe, për cilën do t'i flas, kur unë pushoj këtu, edhe herë lexoj Nurkën, herë bëj një video dhe flas me ju. Këta janë ato momentet e shlodhjes, kur unë bëj një video kështu që e postoj, ose flas me Nurkën në telefon, këta janë ato momentet e shlodhjes. Edhe postova një video për Manzën, kryesisht për ato individet e Manzës që janë marrë me mundje me sportin, si Rustem Gjergji, Muslim Gjizeli, Gani Domi, Pal Pali, Zan Beka, Gzim Gjergji, Gjumali, Dema, ku të dion, që ishin aq mundë sa s'ka pas gjithë Shqipëria dhe që kanë marrë medalje në për kampionate të ndryshme botërore, evropiane e ballkanike, edhe tituj në vend. Kur përboja këtë video dhe postova këtë video, unë pash një koment që kishte po njëri për mirë, por që mësolli mu me kom në tokë. Dikush thoshte ashtu në këtë video si koment, ja se thot një emigrant për Manzën tonë. Kjo vlezër më shkatroj më komplet, me solli me kom tokë, dhe kuptova se unë jam askush I madje në Manzën time,
që asë në manës nuk më njef njëri që thot, jashtë thot për shembull Sami Gjoka që unë mendoja, se ne mendojmë me të vetën tonë që na njohin, na respektojnë, na nderojnë, ne që e kemi dash, edhe themi që kemi po diçka për të ngrit pak emrin lart vendit tonë. Edhe a i më qonte mua që poshtë, sa më thoshte, ja që thot një emigrant. Në radhë të parë, nuk më njifte si emër. Në radhë të dytë nuk përmente më kënaqëri se ja që thot Sami Gjoka. Më kujtohet Robert Frost. Robert Frost nga poetët më të mëdhenj të këtyre kohëve, për mendimin tim. Edhe poezia kryevepër dhe nga më të mirët që është shkruajtur në herë në botë është prej 4 vargjeve, The Road Not Taken, që do thot rruga e pashkelme, rruga e shkelme, pak. Ky ka një poem, Robert Frost, pra, që mendoj unë është krye poezia e shkruar në herë në këtë botë. Është shumë e thjeshtë, me pak vargje. Imagjinoj del në majën një kodre, edhe po hecën, po ndjek rrugën, po rruga ndahet në formë yje, në dy, kthehet pra, letra Y, bëhet ndahet në 2 pjesë. Aty gjaja ku maron, aty ndahet në 2 pjesë. Edhe thot, unë da, thot rruga aty. Unë da rruga aty. Edhe unë thot përshikoje, nejta gjatë, e po mendoje cilën rrugë të marrë, të vazhdoj. A këtë majtës apo këtë djathës? Kështu thot poesia. Thot unë da rruga në 2 rrugë, në 2 pjesë. Edhe unë thot ndale aty dhe ndale gjatë dhe mendova cilën thot nga këtë rrugë të marrë, këtë majtës apo këtë djathës. Edhe mora një thot, mora atë që ishte shkel më pak. Ne kena thonë për prallë rrugën pak thim. Mora tha atë që ishte shkel më pak, pra atë që s'kishin marrë njerëzit e tjerë. Edhe tash i thot, kanë kalu vite është po plak. Tash i thot, rjemendoj, thot, çdo të kishte 90, po të kisha marrë rrugën tjetër. Kaq është poesia. Pra, dole aty në rrugë ndan 2 pjesë. Edhe unë u mendova gjatë, cilën nga këtë 2 rrugë të marrë, këtë apo ata. Edhe mora atë që s'ishte shkel. Aq shumë ata të pa shkel me një, ata që nuk merrnin shumë njerëz, ata që edhe thot ashti, kur kanë kalu 80 vjet dhe po plakët dhe po vdes, thot që çdo të kishte 90, po të kisha marrë rrugën tjetër. Shkoni, çdo të kishte 90. Kjo është poezia, tash pse solla këtë? Robert Frost po fliste në një kështu sallë të madhe studentësh, siç flet ai shkëlqim Fortuzion në Universitetin e Durrësit. Edhe ishin këto studentët e ri, po, që kishin ardhur në atë universitet. Edhe kishin zgjedhur këtë të fliste Robert Frost, poetin Frost. Edhe Frosti i thot studentëve, është në video kjo në YouTube, i thot studentëve, para një 4-5 vjetësh, unë folën në këtë salë, si po flasë me ju të ashti, dhe i pyta, tha, nëse a kishtë në një aty në salë, që se kishtë në gjunë e herë këtë poezin, këtë poemën që thashon, The Road Not Taken, rruga e pashkelme, edhe tha, turpërisht, pra për turp, tha, unë ngrit një dorë. E qujtë turpërisht, s'pati turpë ngrit një dorë që se kishtë në gjunë këtë poemë. Edhe Sami Gjoka mendonte që në Manës e njefi madhi vogël. Kur shkojnë në Manës, ata moshët e reja që para 20 vjetëve nuk ishën lind kur kam ikë nga Amerika, ata nuk më njofin. Jo nuk më njofin në person, por nuk e din nëse emrin tim, nuk e din që nga Manzë ka ardhë një Sami Gjoka në Amerikë, edhe jeton. Por
Unë mendoja që më njef gjithmonë Zot. Edhe kur bëj një video, edhe kur bëj videon edhe po të gjohën videon time, a i thot, ja që thot një emigrant. Fjala emigrant nuk është thjesht se është te përfyse për mu, për arsye se s'kam qenë emigrant. Emigrant është të jap juve një krasim, po t'i keni pa ato lopët e uritme, ju që jeni në moshën time, që kanë e gjithë ditën një maj kodra, ku s'ka as një fije bari, as një gjeth, dur shkutajnë. Edhe sulen drejt parceleve jeshile me grurë, që ti të marrësh një hun të madhe dhe t'i gjush kështu të rive t'ja thyshe të shikluan të rit, ato nuk në lojnë. Ky është emigranti. Emigranti është një person që po ngordh për bukë, që s'ka të haj, që s'ka robe, që s'ka sapus të lahet, edhe ike në përbot kërkoj punë, ashtë a i lopat gjiu, që delet jenë rrugë e kërko punë. Unë s'kam qenë aher njëri pasur në Shqipëri, por nuk kam qenë emigrant, nuk jam ngarku në për vaporat në nxjerrin jashtë, pse më vjen epitetin emigrant kur s'jam, edhe s'kam qenë kur, natyrisht, kam qenë refugjat politik, kur jam aratis nga Shqipëria, po mos më quaj mua emigrant, se nuk kam shku të hyp në anije, e të dhjes në bregët se jam pa buk, e të shkoj në përbot. Nuk jam emigrant edhe pse më poshtron, një që nuk ma njef emrin edhe nuk njef në surat, po pse më ve një epitet që se kam. Nuk jam një byllëzi nga Afrika që vjen aty edhe ta han peshkaqenet, nuk thehet mrap se po njordh për të hëngër. Ndoshta kemi qenë, po unë si kam vu vetës në herë këtë lloj epiteti, pse ma veni ju që nuk më njihni? Emigrant është shumë e ullët, është shumë poshtruse, por nuk mund ta heqim nga vetja në qoftë se ja kemi dhënë vetës kur kemi hyrë në për vapor. Edhe do ta majmë atë. Po jo dalësh ti që thush edhe ti që s'është emigrant sepse jeton në shtetet e huaja që ka emigrant. E turpshme. Por ajo që më dhembi, kjo më caron. Por ajo që më dhembi është se erdhe me kom në tokë. E kuptova që në këtë botë jam një hiç. Askush njeh. E megjithatë ky hiç që jam, unë tashti që kam pas kohën, t'i rikthejem edhe herë vetës, sepse djalin e madh, fatkeqësisht, për gjendjen e tij si viktime këtyre lëndëve narkotike, është atje ku është në burg, por për mu, mendoj që është lehtësim se e di që nuk është në rrugë për këtë vit që ta vrasi dikush, e di që nuk do të rritë të kërkoj rrugëve të gjej, ku të gjej atje pa buke, pa ujë, edhe prap, kur të shkoj të gjej në vend që të kërkoj buke ujë, do të kërkoj pare për drogë. E di që është mrena, por kam pasën kohën që për këtë pak muj, të gjej vetën, ajo që ka mas kaq viteve, që i bjen nga 97, 20, 30 vjet, ajo pak që ka met akoma, pa u shkatru akoma mrena shpirtit tim, edhe të shikoj mos e arri objektivin që i kisha vë vetës dikur, edhe që fillova të aplikoj dhe të zbatoj, edhe zbatova në 3 shtetet Amerikës, por të shi gjonat kanë ndryshuar dhe është tepër e vështirë. Edhe unë të shti, si që pat ju, po punoj, e pati të rgova ta 3 kompjuter që i kam punët një jetën kohë, unë po bëj diçka që kam frikë edhe rri çdo sekond me frikë se dikush tjetër para meje do ta nxjerr. Po punoj që t'i jap njerëzimit, në qoftë se arrit ja japën para se dikush tjetër t'i jap para meje, një forum. Në radhë parë është një market, një treg, ku bashkoj blerësit dhe shqitësit,
ata që kanë mendime dhe ata që kanë nevojë për mendimin në një anë kanë botës, të jap botës diçka që se ka dhënë kush akoma. Mirë po, sa herë ti ke një ide, një mendim në kokë, duhet jesh i sigurt që ai mendim, ajo ide, është në mira njerëz të tjerë, se sa herë kam pas një mendim, një ide, mas 2-3 muajve e ka bërë realitet dikush tjetër. Disa thonë që në botë është një mendje universale në hapësirë. Edhe ajo mendje universale është e lidhme me të gjithë trurët e çdo lloj qenie të gjallë që njohim ne, qoftë të stadit njerëzor si që ime ne, qoftë dhe racat më të ulta si që janë kafshët, shpendët, peshqit e ku të diun. Këto gjithë janë të lidhme, është një mendim, është një teori, me atë mendjen qendrore, universale, që di gjithçka që është e përhershme, Zoti, Perëndia në formë të tjera, që është thonë gjithmonë. Edhe në qoftë se ti mendon diçka, do thot që ai mendim, ajo shkëndijë, ne jemi thjesht izolator ku përçohet, ose ku degëzimet e mendjes universale shtrihen ato neuronët. Në qoftë se vjen në mendjen tate edhe feks, si mendim, si një ide, patjetër që ekziston në mendjen universale, në trurin e madh, se nga atje vjen. Edhe në qoftë se truri jote ka kapur si radar atë mendimet shkëndijë të mendjes universale, do thotë që kanë kap mira trurët të tjera në kënd botës. Pra kur ty të shfaqet një mendim, një ide, që është për te, thjesht teje si person apo familje sate, që janë ide kështu për zhvillimin e botës, janë përbotshme, ku të diun, ti je sigurt që shfaq shumë e shumë njerëzve të tjerë. Kjo tregon, se po më bën telefon, kjo tregon që në qoftë se ti do të jesh ai që do të realizosh një ide, duhet të punosh me këmbgulje, me vetmohim, si thonë, për arsye se dikush tjetër do të sfidojë dhe do të nxjerrë para teje. Natyrisht që botës nuk do t'i mungojë asgjë. Nuk ka rëndësi bota nëse e zbuloj Sami Gjoka, Einsteini, Imer Nurka apo Bedri Luku. Bota do të mësoj, botës nuk do t'i hum, botës do t'i vijë ajo, qoftë nga unë që, por ti, në qoftë se ke mision vetvete, ti je në luftë me kohën. Edhe unë jam luftë me kohën. Për arsye se nuk është thjesht që unë kam mendimin. Mendimin e kam unë, mendimin e kenë dhe 10 mira të tjera. Problemi është se për këtë, për para se unë t'ja jap botës edhe të metet e imja, duhet jem gjendje që ta bëj këtë website-in, se tash është dëgjon në website. Dhe website-i nuk është i tillë që vetë sa lajme e gjana të thjeshta aty, atë sa fotografi që shërben e çfarë nuk shërben. Të duhet për këtë objektiv, për këtë projekt që unë kam mendje dhe që po punoj dhe jam yll në shtëpi, s'dalun nga shtëpia, që kur kam ardhur vetëm këtu rri punoj, ja, edhe ushqimet i bëj telefon, ma sjellin në shtëpi. Ja, më sjellin këtu, edhe qameti nga herë s'dalas në balkon të marr frym. Vetëm punoj me të 3 kompjuteret një herësh, me të 3. Pse? Kjo kërkon të kesh një skuadër, kjo punë që po bëj të paktën me një 20-30 njerëz që janë kështu nga këto shkencëtarët e informatikës që bëjnë kode atje me të cilën do të punoj kjo website. Fjala vje, këtu do jetë Ezem, Zylysula, edhe Zylyfi po Ezem që po bën po shpik diçka për futbollin, fjala vje, që topit jetë kështu tjetë ashtu, po të shkojë, po të ndalë, sa po dali nga Ezem, sa po të kaloj portën, sa po të kaloj atë vizën e bardhë, ndaloj topi aty direkt. Ezem, po jap shembull. Edhe
që të boj këtë të ashti, edhe këta projekte zemë, do duen sa kode, që të sa egzistojnë, edhe nuk punojnë. Sa nuk egzistojnë, do duhet i kryesh vetë. Edhe po të kesh, për shembull, po të kemun para dy të njës, ti nuk mundesh të marrësh njëri që ta boj këtë, se ta vjedhin. Ti duhet, për shembull, ti marrësh këto 20-30 shkanstar, ti myllësh aty mrena në dhomë, pas ka pas arsye ato njerëzit që u hisin kokën atyre që bonin për shembull një projekt madh, Taj Mahal apo Kish Sofian, si quhet kjo kisha e blu, ajo quhet xhamit ashtu kur kisha blu. Pra ti myllësh aty në dhomë, e deri kur ta shpallësh, për këtë duhen pare. Pse? Në qoftë se unë arri dhe e bëj këtë, në radhë parë që po bëj vetë, po zbuloj kotën që unë kur s'kam qenë mirë në matematikë, në shkencë, as s'kam ditë të bëj atë website-in e kompanisë me PropLocate, a boni nipim dërë diku dhe akoma nuk po punoj të ndreq atë website-in tim. Tashti jam fut çek një projekt i kaq të madh, për arsye se s'mundi besoj njeriu që t'i bëjnë ata. Janë fik kompjuter tashti, edhe po të shikoni gjithë këta janë kode mos kodi. Me të 3 kompjuteret, diku bën një kod që s'punon, pastaj bën një kod tjetër, pastaj ai kodi që bëj unë për shembull mund të ketë qenë formë po s'bën këtë lidhjen por pse nuk mundem unë të marr njerëz në punë? Mi bëjnë të paguaj për shembull, e zem shkoj në bankën, edhe tregoj bankës, jam ushmenja në bankës, që ky projekt është i rëndësishëm dhe duhet për shembull $1 milion. E zem që jam ushmenja në bankës, mos i të binden ato. Po banka ma vjedh me i herë këtë dhe s'kapsu të bëjnë emër tim. Kush më mbron mu? E zem që unë jam usha me një bankës, edhe mora në punë një kompani të madhe, jo thjesht bëj një website, cilën unë po bëj që është gjoja më e thjeshtë, po mësoj të bëj, por që të bëj këto kodet që nuk ekzistojnë, ose që nuk punojnë, që të m'japin mu këto informacion që du, edhe t'ja japin botës me herë. Po, e zem që unë i mora këta, po këta më vjedhen e bëjnë për vete. Edhe në qose nuk e bëjnë për vete në këtë botë, edhe në qose nuk e bëjnë për vete, bëjnë paralel të tjerët. Po e zem që unë arritë dhe e bëjnë këta, që them këtë hapin e parë do të marroj para janarit. Me këta që përbëjës, unë ka ditë që arri gjithë ditën, 2-3 ditë, vetëm me bo një kod, vetëm me bo me arrit me formulu një informacion, dhe kur e bëj ata punon në website, po nuk lidhet atje ku do t'lidhet, që të dalit i japi tjerëve të ashtu si shdo unë homb. Po e sejmë që arrit dhe e bëna diçka. Unë edhe kur të bëj ata, ditën që unë të shpall, edhe të vej live, mrena orës, mrena sekundit, komponit e fuqishme, ata që unë mund për merë, kaq kohë, kaq gjatë, do t'jenë gjendje të bëjnë mrena orëve. Edhe si kur e ta mos të bëjnë, edhe më nxjerrin mund të dështumë, se ta kam pare të reklamojnë, të popularizojnë, të bëjnë me i herë të përboqme, në mos përboqme të gjithë Amerikane. Por, e zem që unë venë në punë, pra ditën kur do venë punë, e do doj sa miliona pare të reklamosh në për gjithë Amerikën, para se të reklamoj dikush tjetër. Edhe është jashtëzakonisht e vështirë. Pra unë jam luft me kohën, jam luft me vetveten, jam luft me jetën time personale, se mas 3 muajve djali im, që është në një qendër rehabilitimi myll, do jetë jashtë ose do kem kohë. Por në të njëjtën kohë, unë nuk do kisha kohë të merja frym, edhe sikur mos e kisha këtë projekt me të cilin po punoj, se kam gjyqjen e madh me 26 janar kundër një kompanie tepër të fuqishme që kam folë më parë, nga kompanitë më të mëdha në Amerikë, që është një kazino, Life Casino. Edhe me shumë luftë, me shumë përpjekje, unë shtyva gjyqin që e kemi pasë në korrik, në janar,
se duhesh ka për përgatitje. Edhe më dhanë ata, edhe për drejt sigur kam djallin mrena, në vend që të punoja për përgatitjen e gjyqit që ma kanë dhënë kohën, unë po merrem me këtë projekt që s'po m'len. Nuk kam thot që duhet disiplinosh veten, po në 2-3 orë në ditë për shkakun projektin që po bën, edhe lej një 2-3 orë kohës gjyqit, përgatitjes për gjyqin. Por gjithë këto janë pra nga lufta se unë s'kam kohë. Për arsye se në momentin kur djali im i madh dali nga burgu gjithë koha, do të merret. Më kujtohet një avokat i mrekullueshëm këtu në Fairfax County, gjykatës është të them, Kapsolli se kishte mbi emrin, edhe ishte grek me origjinë, që më thot aty në një seancë dëgjimore se kam pas mjaft probleme gjyqësh për fëmijët, kryesisht. Edhe në atë kohë, kur jam gjyqi pati marrë shteti, njonin të madhin në burg, taksiratet e tij themi ne, për problemet e drogës edhe droga i kanë krijuar si e thonë ansoret, efektet ansore, skizofrenie ku të diun, kurse të voglën një rehabilitimi pati marrë shteti, dhe më thot Kapsollis, një gjykatës i mrekullueshëm, thot Mr. Whitman, s'unë kam emrin ligjor William Whitman, thot ti ke 3 muaj, thot është sigurta, edhe vetë më ndoshtet një jetë që i ke për vetën tate. Harro, thot, më thot e mu për këto 3 muaj, çdo gjë, çdo obligimi për familjen, bab, non, motër, vlla, çdo gjë të punës, për arsye se ke vetëm 3 muaj, jepje këto 3 muaj se e dinte se ç'kam hequr prej 20 vjetësh. Ke vetëm 3 muaj, mas 3 muajve kishte llafi që të dalin prap fëmijët. Edhe mas 3 muajve do shkosh prap në të njëjtën mizëri, ke vetëm 3 muaj. Edhe jepje këta 3 muaj vetës sate. Unë patët është në këtë kohë, që djalin e madh nuk e kam këtu. Një farsoj kohë. Edhe ajo për veten time nuk është që të qetësohem. Unë nuk po dalës në balkon aty. Është që të arri objektivin që kam pas. Në qoftë se unë arri këta që bëboj me këta website-in, me këta kompanin, në qoftë se unë arri të bëj këta para 3 muajve para se dal djali jashtë, unë do të arri të objektiv që i kisha dhënë vetës, atë premtim që i kisha bë veten, që të bëj Amerikën dhe gjithë botën të punoj për mu, por mund të më marrin nga dore në moment që unë të shpall, të jap të bëj gati, se tjerët mund të bëjnë me atë që unë, se atë që unë përbëj me kaq mundim, me kaq sakrifica, me kaq shkatrim të vetvetes, mbyllje të vetvetes në burg, në qeli, këtu ku jam që punoj ditë natë, të tjerë do të kenë gati të bëjnë mrena natës, edhe do kenë paret e dynjos që të përhapin dhe të shpërndajnë me njëherë, i bëjnë paret më vonë, kështu që për unë po punoj me këta. Ne me gjithmen jemi hiqi, askushi. Por se cili nga ne është në qoftë se i vetës një detyrë dhe punon. Për shembull më kujtohet kur lexoja Kalama Martin Eden të Jack London, edhe shifët ai shef veten pasqyrë dhe shef veten shef ballin e vet, dhe thot mas atij balli thot un kam një tru. Ai tru thot jo kaq thellë, thot ai kur shef veten pasqyrë që mas atij balli thot Jack London, e thot Martin Eden gjoja, un kam një tru. Edhe ai tru thot nuk është ndryshëm nga truret e çdo tjetër njeriu. Pra, secili nga ne që është një hiç, ka të njëjtat potenciale mërna trurit vet, mërna shpirtit vet, por më varet dedikimi, më varet obligimi, më varet këmbgulja, se çfarë ti bën në këtë jetë. Unë, si bëqim poeti që kam majtë vetën, nuk i kam dash kur matematika, nuk i kam dash kur dhe nuk i kuptoj shkencët, si kam dash dhe nuk i kuptoj. Edhe vuje përpiqem të shti
me mësu një kod që i kanë shpik të tjerat aty që të venë shërbim të krimit të këtij website, se nuk është thjesht bësh një website të kesh idenë, por janë ata lidhet mrapa, ata informacioni, ata kodet që ta bëjnë ata të lidhet me këtë, kjo të çojë këtë sinjal këtij në këtë sekond, edhe sinjalet kthehet këtu. Këta janë gjëra që disa janë shpikë dhe ekzistojnë, unë për të mësuar më merr gjatë, shpesh herë një javë edhe gati vjen skizofrenia që t'ja fus me gërsht kompjuterit edhe ta thyj, edhe shkoj po shoj edhe lodhem i dërmun vitën e esmën filloj nga para, vi mas 2 ore filloj nga para, edhe pastaj kur e mësoj edhe kodin që kanë shpik të tjerë vet, filloj pastaj dhe shpik vet kodës, se ne jemi krijues në poetë, kështu do të jetë çdo kush në botë, edhe shpik vet një kod tjetër. Mi po kur e shpik këtë kodin, nuk është thjesht që bën punën që e bën aty, por që të lidhet që të punoj me kodet të tjera që janë krijuar dhe që më duan të shërbej, do të merr prap një punë akoma dhe më të gjatë. Po bëj pra diçka që unë s'kisha mendu që mund të mësoj kur, po i mësoj më shumë vështirësi, me merr një javë me deshifru një kod, edhe pastaj kur deshifroj disa kode, vetiu filloj dhe krijoj vetë kode, edhe prap i harroj. Për është një punë kolosale, varet se unë jam në luftë kundër kohës, e kam kohën të kufizume, edhe kam shumë gjona për të bënë një herësh, por më duhet me çdo kusht ta bëj këtë, edhe çdo ditë, çdo orë, çdo sekondë rri me frikën se mos dikush tjetër që jam i sigurt që do të jetë duke punuar për me bë këtë gjë që s'ekziston akoma, do ta hedh para meje. Edhe t'ja falë botës para meje që të shkoj kot, të shkoj pras edhe herë, se ja përcela e grurit, që u lodhe një vit, u rëpate në balt, në shi, bile dhe e kore, e bone kaçupe, e bone mullar, e bone kavalete, që ka i thonë, edhe pare se ta shish të marrësh ata, të korësh të vile të marrësh ata që quhet të punësate, erdh rëbeshi i madh. Edhe çdo gjë shkoj kot. Por prap se prap edhe sikur të di që do të shkoj kot, unë prap do të vazhdoj të punoj sa kohë që kam në dispozicionin tim për të punuar për të bërë këtë gjë. Sa më gjoka, ju përshëndet.